Qëndrojmë pak në lidhje, sepse unë kam në lidhje dhe Alba Kepin, dhe të shojmë nëse regjia mund të ma vendosë që fësështë mundur dhe akush Alba dhe njerë, unë të falenderoj me gjithë zemër, që ti në ndihmove personalisht në të flasim me Lolo Trokjan, sot ishte jashtëzakonisht i qartë, bile për mendimin tim sot ka folur shumë dhe deklarata e tij se që ai ta shkruaj ashtu atë tregon që ekziston një dosje, ekzistojnë emra dhe emrat janë sepse nga pikpamja edhe Ricoli nuk mund lejonte kur që një njeri të shkruan një gjë që nuk mbështetet sepse janë, do të thënë gazetar, do të thotë ti je kështu. Kjo është një deklaratë jashtëzakonisht e fortë që Arubën e vendos në një le të themi në një pozicion shumë të veçantë për atë perceptimin që kanë në Shqipëri disa analistë, jo të gjithë, shumë pak, po dhe të huaj që thonë që droga do ta bëj që kryeministri të bjerë në këtë rast. Pra është gjithë ky kanabizim i madh, lidhja me grupet e tmerrshme të drogës. Në këtë rast, ti që je atje, ti që ke folur me Nelo Trokjan edhe sot, mendon që ky si publikim është ndoshta publikimi më i fortë që nuk mund të neglizhohet dhe që nuk duhet parë me qasje sensacionaliste ose me një qasje të karakterit grindavec të tipit, pse s'ta thua ti emra. Mendon që ky libër, të cilin fillimisht shqiptarët duhet ta lexojnë një radh parë, është jashtëzakonisht i fortë ka pikpamja e akuzimit? Pasi është një libër, siç thotë dhe autori, i bazuar në dokumenta gjyqësore, në dokumenta të antimafjes, në dokumenta të sekretuara, pra gjithçka është e bazuar në letra zyrtare. Gazetari, fal punës së tij investigative, ka mundur të mbledh dhe të formojë pazullin për të krijuar dhe për t'i dhënë këtij libri dhe titullin të pamposhturit. Pra, në këtë libër, çdo kapitull ka një personazh, ka një ngjarje që tregon se sa të pamposhtur dhe të fuqishëm po bëhet shqiptarët, mafja shqiptare në narkotrafikun botror. Unë mendoj se rëndësia e këtij libri është se ashtu që e them mjaft mirë, është kthyer tashmë si në një banalitet kur përdorin fjalën narkoshtet. Por kur Nelo Trokja, një gazetar investigativ, një nga firmat më të rëndësishme të gazetarisë investigative italiane, autori disa librave të këtij sektori, merr dhe interviston dy nga maestrot e antimafjes italiane, siç është Francesco Mandoi dhe Nicola Grattieri, dhe kur ata i përgjigjen dhe pyetjes së tij, a është e vërtetë që Shqipëria është narkoshtet? Madje në libra i thot, a është e vërtet, a egzageron Berisha kur thot që është narkoshtet Shqipëria? Përgjigjja e tyre është thot, më shumë se kaq. Pra, unë mendoj se rëndësia e këtij libri është sepse të gjithë ato, se ne dhe bashkë kemi bërë shumë herë lidhje dhe gazetarët e tjerë shqiptar, gjithçka që është përcjell përmes informacione gjatë këtyre viteve, ka rënë në vesh të shurdhur. Tashmë kemi një libër i cili plotson dhe sjell dokumenta të fuqishme zyrtare, siç është dhe takimi i Arubës. Dhe besoj se takimi i Arubës ka 3 elementa kyç që u bë disa vite që ne flasim si gazetar. Ka në mes narkotrafikun, ka sektorin e ndërtimit dhe turizmit dhe politikën e nivelit më të lartë, pra qeverin. Një trekëndësh lidhës që pyetja që sot të gjitha truezat debatit mediatike duhet të bënin ishte çfarë i ka lidhur këtë takim? I ka lidhur vetëm afari, vetëm biznesi, apo është dhe një shkëmbim? Alba, duke patur parasysh tendencën tani më të pashërueshme në Shqipëri për sensacionin dhe telenovelën, ose reality show-un, nëse do mund ta themi kështu, ato 3 emra, 3A, 2A, 3A, 5 emra, dhe vetë stage-i, pra mizanskena e supozuar e Arubës, të mendosh njerëz të fuqishëm të vendit, me arrogancën e momentit, jemi në vitin 19, nuk janë akoma më pompoz, ata mblidhen në një vend të largët për të bërë të mundshme, siç thuhet në libër, që njerëzit që merren me atë punë dhe që janë atje të kenë mundësi të fuqizohen për të marrë leje që të ndërtojnë jo vetëm në Tiranë, por dhe në jug të Shqipërisë, kudo qoftë që ka mundësira aktualisht, se tash është prishur dhe veri ju dhe ai duhet mbushur me këto investimet e karakterit kanabizesk
s'ka asnjë shpjegim tjetër. Në një rast, në këtë moment të krijohet një përshtypje sikur për konsumim publik të njerëzve të reality show në Shqipëri, për të cilin ka një dyshim që nuk bën përshtypje asnjë gjë, përfyturoni fotografimet në varimin e atij djalit. Domethënë nuk ju interesonte fare futja në dhe një djali të ri, kishin hallin e telenovelës dhe të reality show-ut, pra ky jemi ne aktualisht, kjo po ndodh aktualisht. Megjithatë, ka një tendencë që ta kënaq edhe këtë dëshirë morboze për emra dhe situatë. Pyetja në këtë rast, pse edhe ti merresh, ke folur me Gratierin, kemi folur me Trokjan, libri të lexohet, të diskutohet të shumë forma, të vazhdoj. Mund të ketë një dinamik që të dalin ato me emrat në ndonjë formë, një, e dyta. A mund dikush të bënte një lik pra ta hidhte emrin në internet, ku nuk merren vesh autorët, këtu janë edhe shumë emra, po, që ose do mund të dilte një fragment i dosjes, në një gjë. Ndodhin në Itali gjëra të tilla, edhe mund ta pretendojmë në një kuptim që këtë ndodhin në Shqipëri? Sipas eksperiencës time, një nga alatët më të mirë për gazetarët investigativ janë prokurorët. Dhe mendoj se derisa një gazetar si Nelo Trokja është vënë në dispozicion të këtyre dokumentave sekretuara nga prokurorët e antimafjes, është një aleancë bashkëpunuese profesionale pikërisht për të bërë ato që është qëllimi. Pra, nëse një dosje është arkivuar, të rihapet dhe të rikthehet, të rinis ky proces për të kuptuar se deri ku ka shkuar. Pra, unë mendoj se gjithçka ka një lidhje ndërmjetëse në shërbim të misionit të publik të informacionit, pra misionit gazetarit, po dhe misionit të prokurorit apo drejtësisë, ku funksionon dhe ku kemi thënë drejtësi të vërtetë për të zbardhur të vërtetën. Prandaj dhe në këtë rast mendoj se sjellja e një dokumenti sekretuar në këtë libër dhe e këtij takimi të Arubës, vënia në dispozicion i këtyre dokumentave të një emri siç është Trokja, bëhet dhe me qëllimin e mirë për të kontribuar që ky vend, kjo Shqipëri, mos të jetë peng i këtij tregkëndshi që thash më sipër. Se edhe për ta përfunduar logjikën e pyetjes së parë, ky tregkëndësh i rrezikshëm mund të ketë dhe një përgjigje mjaft dramatike, pasi shpeshherë dim, na mëson eksperjenca antimafjes, se kur ka para, drogë dhe politikë, ekuacioni zgjidhet me një shkëmbim vote. Pra, zgjidhet me favore për të mbajtur në pushtet ata që i kanë favorizuar për të rritur apo për të shtuar aferat, bizneset, apo pse jo dhe për të ricikluar parat. Pyetja e fundit, Alba, shkurt, më thot regjia. Italianët, edhe Trokja e tha, duke patur parasysh zhvillimet e përjetshme, marrëdhënien e zhvillimin, mund të themi, prej oktapodit të mafjas italiane, piktakimet me qeverit ose me struktura në Itali, si me thënë, italianët na thonë ne ato që praktikisht e kanë përjetuar. Duket sikur edhe në publikun e gjerë në Shqipëri është krijuar një perceptim, duket sikur janë krijuar dy perceptime. E para, që ne të jemi mirë nuk duam të adim nga na vin lekët. Domethënë, s'ka bërgjë, po në madhe fort, ne të marrë edhe nga Kanabis, edhe nga Sinaloa, edhe nga Aruba, pse ne qef po bëjmë. Shqipëria ecën, i kam dëgjuar këto dhe njerëz që e mbajnë me të drejtë veten që janë të emancipuar e të ditur e të shkolluar. Kanë thënë kështu. Ose e dyta, që është shumë e rëndësishme është që nuk janë në gjendje disa në analizat e tyre të kuptojnë rrezikshmërinë e lartë të kopimit që Shqipëria e vogël, pa rregulla, pa demokraci dhe të më thënë e pa përgatitur, kopimin që mund t'i bëj Italis për t'a bërë mafian jo vetëm të fuqishme, por remnante, si me thënë mbretëruse në një vend të vogël si Shqipëria. Pyetja ime për ty është kjo, nga sa ke folur ti me Gratierin, ose nga sa shkruan edhe Trokja, por dhe nga sa flisni gjanëm në rrethe të caktuara gazetareske dhe jo vetëm në Itali. Ka një shans, duhet ketë një frikë që kjo që ndodhi në Itali dhe e shkatroi Italinë që nuk e merr veten prej, sa dekadash, të ndodhë në Shqipëri?
frika, preokupimi, me ato që kam pasur në bisedat e mia, është se është mafia gjithmonë më shumë, por me fuqi dhe po drejton atë vend. Pra, grupet e organizuara, pra narkotrafiku, po bëhet aq i fuqishëm sa korrupton gjithçka dhe orienton dhe zgjedhjet në politikë, zgjedhjet në drejtimin e qeverisë. Dhe besoj se ky është alarmi më i madh që duhet të mos kalojmë atë indiferentizmin që ti the mjaft mirë, por të merret seriozisht ky problem. Të merret seriozisht edhe nga ata të cilët janë bërë garant të reformave drejtësisë në Shqipëri dhe këtu padyshim janë ata organizma ndërkombëtar, misione diplomatike që përballë librave të tillë, përballë operacione të tilla apo raporteve që vijnë pothuajse çdo 6 muaj, por shumë shpesh nga Italia për çka po ndodh me mafia shqiptare, nuk duhet të kalojnë në indiferentizmin e deklaratave të cilat bëjnë vetëm qokën e radhës dhe duhet të vënë dorë ky vend që edhe pse i vogël të shikohet me sy hapur dhe të kuptohet se çfarë po ndodh. Pra alarmi është që ky nivel kaq i lartë korruptiv po orienton politikën, po orienton qeverinë dhe po çon këtë vend në kapje totale të gjithçkaje. Pra kur arrit të kap qeverinë, është tashmë narkoshteti apo narkotrafiku që vendos se kush do ta marrë votën dhe kush do të fitojë zgjedhjet. Faleminderit Alba, faleminderit shumë për ndihmën në raport me Trokjan dhe faleminderit që flet e tregon edhe nuk lodhesh duke i bërë analizë, duke bërë intervista, duke folur për ngjarjet që ndodhin në raport me Shqipërinë. Faleminderit. Do dashur të shikues, unë e di kolegu im, producenti i programit Rudi ka folur